Tani kemi kujtim Gjuzin dhe fobirat e tij, ka fiksim fjalën bordello, nuk e duron dot atë. Është konservator ai. Researchi që është bërë 70% e grave që përdoren në bordellot në Holland, vin nga vendet e Europës. Trigërua Gjuzi. Është bordello dhe lufta është me luftë. Fjala prostitucioni dhe bordello dy të paktën kur t'jem në studio ose duhet largohem nga studio pastaj. Fal fare. Po kërcënon me ikje nga studio. Sepse u fol që ka stigmë që të jetë një bordello Prap. afër lagjes. Lutem mos e përdor në studio. Çua iku. Të lutem zonën nderuar. A se nuk e thot më. Mos e i rëskiti. Si rëskiti dyra bën me qëllim. Ta caruar ty e për kaskile. Nëse do ta përdor prap dola. Do të vinë këndë. Le ta dëgjojmë një herë. Se nuk e thot më pa. Ty në bordello. I futi njetron direkt. Zonave që kam këtu. Jo, vetëm Nuk vjen për termat që përdor. Shtëpi juridike, budalliqet e... Po shtëpi publike, shtëpia juridike. Ja, juridike, mos e quani më bordello, ha? Është termi i ri, shtëpi juridike. Po pra, vendi ku ka studiuar juridikun Gjuzi, por prandaj nuk ja njohin.